Shpesh e ka kthy topin mbrapa dhe unë kom prit që ai të jetë ai lideri kombëtarës që e shtyn ekipin përpara. 3 lojtarë djem kanë lënë përshtypje pozitive. Është Mario Mitaj si gjithmonë, për mua është një prej lojtarëve më të mirë që e kom parë në herë te Shqipëria dhe mbrojtësi se ç'është e tjera. E mirë po se një vjet vjen Leku. Megjithatë mendoj që është lojtari që personalisht mu se m'ja pas pak presione, edhe pse din me mbajt topin pak më shumë, po gjithmonë ja del minutat e fundit ose bën diçka të mirë. Elsi Hysa ju gëzova shumë për Eceidin, sepse t'jemi të sinqert, e kemi masakru në thojza me kritika sidomos në kampionatin evropian dhe ato gabimet që i ka bu. U gëzova shumë që në ndeshje si kjo e bëni paraqitje të mira dhe tregoj që është lider, edhe shehu. Isha pak skeptik duke në zemër kur e pash informacion, sepse mendova që Ramadani vrapon shumë edhe është një lojtar që jep shumë zemër kombëtarës Shqipërisë dhe isha pak skeptik për vojën e shehut me kombëtarën edhe ato që mund të më dhurojnë në një ndeshje me kaq shumë emocione. Kështu që më ka lënë shumë përshtypje shehu, edhe është një lojtar mjaft i mirë, pavarësisht që nuk është lojtar i fituar sepse është 27 vjeçar, por që mund të na ndihmojë në ndeshjet e ardhshme. A ishte çuditshme mos aktivizimi i futbollistë nga Kosova këtë takim? Do ku aktivizu, hoxha ishte titullar. Po Ramadani, Ismaili për shembull. Ismaili s'ka luajtur ndeshjen e kaluar. Orbri ishte startues, këtë na thonë që menoj që kanë çështje taktike. Këtë kemi realist, këtë kemi pas çfarë me Orbrin pe fillimit, mirë po nuk është që bënë diçka për mua.